çdo puni përket njeriut, përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush për ju agjeron, le t'i lërë marrëdhëniet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, le të thotë, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti i Muhammedit, era e gojës së agjeruesit me siguri është më e këndshme te Allahu se sa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjerimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij. Lumet na kush po na vjen, dhe shumë të mira po na vjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. Kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallin ka marr, në akşam me baj iftar.